35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke u qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë interesit tonë kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë shoqërisë dhe botës. Duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një force politike, Partisë Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptimplot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundërshtarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humsit kronik dhe shpirti i shkatërimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur kur shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shtëpinë e tyre kur vinë në shtëpinë tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë së bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris. Kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kurrë realizimit të një ëndre historike.